Në aktualitet edicion unë do ndalem fillimisht tek roli Çakës, tek pozicionet e ngrira të tre liderëve të politikës shqiptare, të zotit Meta, të zotit Rama dhe të zotit Lulzim Basha, por do ndalem edhe tek zhvillimet më të fundit. Ka shumë zhvillime. Ka mendime nga më të ndryshme dhe nuk e dim se çfarë do ndodhi. Për të diskutuar për këto probleme, unë kam ftuar në studio kryetarin e partisë Kristian Demokratës së CDU shqiptare, zotin Dimitri Musliani, ishte më në studio. Zot Gjeta, mersi. Kam ftuar në studio zotin Edmond Petraj, kryetari, ne quajmë kryetari i partisë së vlejave quhet, ose Aleanca për Barazi dhe Drejtësia Europiane. Aleanca për Barazi dhe Drejtësia Europiane. Si është partia shqiptarëve? Partia shqiptare. Gjithmonë për të drejtat e njeriut. Gjithmonë për të drejtat e njeriut. Neve na ka prishur koncept pak shpëtimi i Idrizi, sepse ai partinë për drejtat e njeriut e ka bërë sigurisht vetëm me shpëtimin e Idrizit. Nuk mund ta cilësoj ashtu. Për sa i përket formimit dhe formacionit politik që tashmë unë drejtoj, ka një lloj imazhi drejt pozicionit shtetëror dhe pozicionit me të vërtetë gjithë përfshirës të partisë që unë drejtoj, por ka dhe një lloj keq kuptimi për sa i përket këtyre komuniteteve, të cilat janë pjesë të territorit shqiptar, pjesë të cilat komunitete përfshin partia jote, sepse të gjitha komunitetet, pa përjashtim, por kryesisht ne merremi me liritë dhe drejtat e njerëzit dhe me kauzat e tyre, për të cilat ti je një avokat i mirë njohur. Po ta shikosh, të gjithë flasin për drejtat e njerëzit, madje Velia ime në krah, ka spektakle nga më të ndryshme nga ashtu, kemi mbi 40 shoqata të cilët pretendojnë se mbrojnë drejtat e njerëzit, dhe realiteti shketi ndryshëm. Unë nuk marr përgjegjësimin e fjalën me këtë dalin këta, por ajo që cila është më thelbësorja, sidomos tani pas 26 vjetëve, kemi të bëjmë me një lloj realiteti krejt të kundërt me ato që ishte në vitet 90. Sot flasim për lirinë e drejtave të njerëzit në thelb. Do të thotë që qytetarët shqiptarë duan një lloj mbështetje përfundimisht të njohin shtetin në ndihmë të tyre. Kështu që gjërat sa kanë ardhur dhe kanë ndryshuar, sidomos në momentin që jetojmë edhe sot, por liritë e drejtat e njerëzit janë në shumë dimensione. Për gjitha këto kategori shoqërore që të kenë një avokat në krye të tyre. Shpresoj të jap ndihmën e dur, sidomos në këto momente të cilat me të vërtetë Shqipëria jeton në një situatë shumë kritike. Për juve që ju jeni rritur edhe vini nga një qytet në të cilën Enver Hoxha kishte edhe si bastion internim. E gjithë zona ka qenë aty, zona e Vlorës, e lumit Vlorës, ka qenë pjesë e bastioneve të internimit. Në fjalë ato ishin vende gjithmonë të izoluara, po flasim gjithmonë për Selenicën. Ishin vende vendi i internimit të zotit Sokolondar. Patjetër, unë kam njohur direkt në ato kohë. Në kohë të vështira. Ka qenë Beqir Balluku, ka qenë Bedri Spahiu, ka qenë shumë njerëz. Unë isha i vogël atëherë, ne flasim për një lloj moshe shumë të ndryshme. Tani, për sa i përket lirive dhe drejtave të njerëzit, jemi në momentin që politika i përdor për pjesët e veta për imazh politik. Unë nuk jam në këtë pikë. Ne jemi për pikën porta a porta, do të thotë që neve në çdo qytetar, në çdo familje të jemi prezent. Dhe aq më tepër që kam bërë dhe një doktoraturë për sa i përket menaxhimit të territorit dhe komunitetit në politikë strategjike. Që do të thotë, ky territor dhe këta njerëz duhen mirë menaxhuar, por pa pasur politika strategjike, se ku duhet jemi, kjo nuk mund të funksionojë më. Do të diskutojmë edhe me detaj, sepse unë dua të bëj një surprizë, ai ftuari tjetër ka sot ditëlindje, unë kam ftuar Kastile për të ta ngrirë në celuloidi themi ne në televizione ditëlindjen tënde. Gëzuar Dimitër. Shumë faleminderit. Edhe 100 themi neve, nuk e di se si i thotë ky. Faleminderit. Unë urova që mëngjes. Po faleminderit. Dhe se është e bukur. Shumë faleminderit. Kemi ftuar në studio televiziv dhe ai ka ditëlindjen. Unë e pash rastësisht kur i kem miq në Facebook të del ajo që të lajmëron 3 ditë përpara. Do ditëlindje dhe unë nga kjo. Ishte kënaqësi, faleminderit. Dimitër edhe 100 edhe sidomos do të një shumë i mirë. Shumë faleminderit. Ti edhe një miku jonë. Ti e përfaqësuesi Angela Merkelin në Shqipëri, por neve nuk e kemi konceptin kështu, sepse Kristian Demokratët vuajnë njësoj si ashtu si shtatë avokati. Janë shumë të shpërndarë. Keni ndonjë plan për të bashkuar me çka ditëlindje? Është pyetje për ditëlindje. Herë të falenderoj për ftesën. Problemi është që ne
asnjëherë nuk kemi thënë që si jemi kundër unifikimit të faktorit kristian, pasi do ishte një domosdoshmëri dhe në interes të shtetit tonë dhe të kombit që të jetë një faktor i cili është urlidhse mes Shqipërisë dhe Europës. Megjithatë, politika e vjetër, siç ka bën gjithë ato punë këqija deri tani, vazhdon të bëhet të shtri efektet e saja edhe të faktorit kristian. Po problemi është se deri tani më shumë nuk janë shikuar shumë programet sa individet. Kështu që më shumë janë votuar njerëzit e fortë, njerëzit që kanë pas shtrirje e tjera. Jemi në Tiranë për të shkuar në zgjedhjen në 18, apo jemi me qeverinë e besimit të Lirmet, apo kemi tekniket për të? Ne sot për sot jemi pjesë e koalicionit Alianca për Shqipërinë Europiane. Kemi struktura të cilat do mlidhen shumë shpejt deri ka data 10, ku do përcaktohet edhe koalicioni. Se keni afat deri në 18 në datën 10 e kemi, kështu që pathuajse jemi drejt konkretizimit të vendimit, pasi ne e shohim që qeveria Rama ka bërë reformat të cilat deri më sot asnjë politikan nuk ka arritur të bëjë këto reformat që ka bërë zoti Rama. Dhe për fat keq shohim që ka lobingje të cilët janë antiperandimor, të cilët pesulmojnë zotin Rama. Pra dhe gjithmonë kemi qenë du ta sulmosh me fakte, me baza ligjore e jo punë. Vetëm më shumë shohim jo arsyetim ligjor, por shohim më shumë punë indicia inate personale. Nuk di se si mendon Edmond, ju do të vini në terminacion zgjedhje apo? Patjetër, ne kemi bërë registrime për zgjedhjet e terminacionit dhe për koalicionin është normale që vendosin strukturat e partisë, ne kemi edhe ne mbledhjen e kryesisë, megjithse unë jam gjithmonë një përfaqësues i mbrojtjes dhe lirive të drejtave të njerëzit, që flitet, por mendoj se në bindjen time në koalicionin ku jemi tani, mendoj që mos ta lëvizim, pra do të jemi me për çfarë gjej vlerëson e Tiranës? Shiko, nuk eci direkt për atë, po ai ndërtoi një ekip dhe unë jam pro reformave. Do të thotë që unë si Edmond Petrej nuk kam punuar asnjë sekondë në administratën publike dhe kam jetuar me rregulla loje brenda kësaj shoqërie. Dhe sot që flasim, mua më pëlqen rregull për të gjithë, barazi për të gjithë, por reformat të cilat ai ndërmori, unë i mbështes. I mbështes shumë. Mendon se do ndodhi me Tiranën, se dakord se numri të lëm aktuale dhe intervistët. Çdo ndodh me Tiranën në vijim. Kruçit janë të mirë, duam. Shiko, unë e para punës njëri për këtë klasë politike njëherë nuk mund të kem respekt edhe as kam. As nuk në sytë e popullit, kjo klasë politike e ka kryer misionin e vet, mirë keq ajo ngjelet pjesë e historianëve nesër të cilët do ta gjykojnë. Përndërsa për sa i përket vazhdimësisë së qeverisë mos haro që nuk jemi më në vitin 90, që mos u hynte opozita në zgjedhje ose një pjesë e politikës në zgjedhje, përbënte shumë problem. Tani flasim pas 26 vjetësh, ndërkohë që kemi një kushtetutë të konsoliduar, të njohur nga vendet e Bashkimit Evropian dhe të aprovuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi një kodë zgjedhor e cila parashikon rregullat e lojës në bazë të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, por mos harro që jemi edhe një vend antar i NATO-s dhe një hap para Bashkimit Evropian. Çdo ndodh me Tiranën këto ditë. Duke parë edhe nga intervista e dieshme dhe nga ato që ka kaluar. Unë të bazon pak tek shpreha e kolegut. Derisa ne jemi në vend i NATO-s dhe shpresojmë të aderojmë në Bashkimin Evropian, këto veprimet që janë bërë këto kohë të fundit është disa ta herë që unë përsëri i dënoj, sepse nuk është puna, nuk kapemi tek individi. Ne duhet kapemi, kemi një qeveri e cila është solide dhe ka marrë reforma. Pra nuk përjashtoj, nuk është vetëm po së bashku janë ata, edhe Meta edhe Idrizi kanë përfaqësitë e tyre, ministritë e tyre, kanë administratën të cilët nuk deri tani nuk kemi arritur të ndajmë që kjo pjesë është LSI-s, se kjo është petimi i Idrizit. Unë them që tashme politika është futur në një gerç. Pathuajse jemi prak një ataku, i cili tashme duket qartë
edhe tek biznesi, edhe tek qytetarët e thjesht, është një trusni jashtëzakonisht e madhe që është krijuar. Kjo do të zgjidhje. Dhe për mendimin tim, Rama tani ka ardhur një moment që ai duhet të tregohet si lider evropian si i tillë që është, që tulet në tavolinë, megjithatë ai ka 3-4 ditë që ai thot hajde ulemi, o të vjedhen çadër të bashkëbisedojmë, por me kushte është shumë vështirë se shqiptarët janë. Unë parashikoj dhe e shikoj që lideri Rama është i gatshëm më ul për bisedime me të gjithë faktorin për t'i dhënë zgjidhje. Zoti Edmond do ulet Rama me Basha? Sot ka shprehur atë iniciativën edhe ambasadori Lu që të jetë negociator. Unë jam jashtë gjithë dhe jam një vëzhgues cilësor i asaj që po ndodh. Shumë saktë. Edhe pse nuk me faktorin të cilët unë nuk është se kam ndonjë lloj marrëdhënie, por me miqtë dhe shokët e mi, të cilët me të vërtetë aspirojnë për një Shqipëri, me të vërtetë aty ku duam, unë kam lidhje dhe raporte shumë të mira. Për mua nuk përbën element bindjet e një personi të cilët është një miku im dhe mos nuk përbën asnjë lloj problem. Por, nëse flasim për një takim të ardhshëm, unë mund ta shikoj vetëm në kuadrin e reformës zgjedhore. Jemi shumë vonë. Unë dhe kolegu kemi qenë pjesë e tryezës së partive të vogla, ku unë kam parë dhe pasi mora dhe imtësova kodin zgjedhor dhe kushtetutën, pashti kodin zgjedhor në 24 nene binde ndesh me 8 nene të kushtetutës. Dhe kjo është një nga pikat të cilat duhet të ndryshoj, them unë, ndërkohë që nëse do të Basha me të vërtet do të ulet me rregulla loje me kryeministrin, duhet të di se çfarë t'i kërkoj. Sepse qeveri teknike e para punës është në disfavorin e tij. Nuk ka ndonjë tryeza. Në fillim unë vetëm me këtë punë. Ne po flasëm, më lej vetëm një sekondë. Qeveria teknike është kundër tij. Për çdo lloj rregulli loje, Rama del fitimtar. Mos harro që ai ka një mbështetje ndërkombëtare si asnjëherë. Mirë, më vjen mirë që gjithë koalicioni i majoritës që ka arrogant. Çdo do të bëjë. Ilir Meta është një politikan, një lider i zgjuar që ka ditur të manevrojë në klasën politike. Ai si gjithmonë në prag zgjedhjeve bën ato lëvizjet e tija të shahit dhe gjithmonë ka dalë fitimtar. Në rastin konkret unë në rastin konkret e shikoj që Meta ka në dorë që t'japin të luajë një rol shumë pozitiv në interes të vendit. E shikojnë në pikpamjen e përgjithshme jo si Ilir Meta si LSI. Zoti Edmond. Pra duke pa provojën e tij. Për zotin Meta, un kam mendimet të cilat edhe publikisht ndonjëherë kam shprehur. Për mua zoti Meta është një nga elementet kryesor të politikës 26 vjeçare. Ai është rritur në politikë, sot i takon që të jetë me të vërtetë në një rol të formatuar, të urtit, të cilët në krijon gjithmonë ato balanca, është një lloj amortizimi mes të djathës dhe të majtës, është gjithmonë në mes. Por Metën e shikojnë në një sistem me rregulla loje, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk ka atë elektorat të cilët me të vërtet pretendohet. Dhe nuk jep ato vende punën. Kur u merr votën, do t'ja jojnë Meritën? Po patjetër, shiko, Amerika dhe një diktator të vinë në Shqipëri, ka një rregull, ka zgjedhje, ai është detyruar të respektojë institucionin. Por programin të cilën ai ka pasaj në marrëdhënie me qytetarët, aty ndryshon në gjithë puna. Ju keni rezervë në raport me programin e zotit Meta me qytetarët? Rezerva, ato e kemi thënë dhe nuk është momenti që ne të merremi tash të bëjmë. Problemi është se ne duhet të fokusohemi të gjithë politikanët dhe njerëzit e ndërgjegjshëm dhe që duan këtë shtet që ne të ndikojmë tek kokat e nxehta të politikë shqiptare, që t'i qetësojmë, t'i ulemi dhe të shikojmë interesat e vendit. Mjaft me. E zotit Basha. E ardhmja e zotit Basha realisht, edhe nëse thuaj mendimin që ndjen, bindjen e brendshme. Unë Bashës ja lë çadrën. Ai aty e ka nis armën e tij. Nëse del çadra fitimtare, edhe ai do të ketë një të armën politikën. Por duke njoftur nga afër, duke parë që është një lider i cili ka mbaruar studimet prandim, dhe me veprimet që ka bën tash 2 muaj, unë e shoh se është je suksesshëm. Se shikon Edmond zotin Basha. Për mua
Zoti Basha është një nga liderët më të mirë të momentit që ka Partia Demokratike. Dhe në qoftë se Zoti Basha nuk do di të filtroj mirë atë strukturë që ka dhe të eci gjithmonë drejt synimeve të pa një lloj partneriteti strategjik mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian dhe faktorin ndërkombëtar të cilët ata fiksojnë mbi neve, unë them që Basha gjithmonë do të jetë imazhi më i mirë nëse do të respektoj këto rregulla loje. Por Basha duhet luftuar që mos të ikë nga drejtimi i PD-s. Për të vetëm arsye, është e vetmja shpresë momentale e Partisë Demokratike. Jo, edhe politika. Dhe është një shpresë dhe është i ri. Mbi të gjitha është i ri, nuk duhet sulmuar. E quajmë Rama djalë të ri. Ai është një djalë i ri, i cili duhet përkrahur, paska se është populli gjithmonë që të gjykon ditën e votimit. Aty është gjyqi i madh. Ç'ndodh në raportet Berisha-Meta? Berisha dhe Meta tashmë duket hapur aleanca atyre që e vjetër. Dhe që shoh që është një aleancë e cila është kundra vettingut, sepse unë i them gjëra tërç. Po në se tishte unë këtë aleancë e kam pat me të dyshim të në lidhje me reformën drejtësi, edhe qëndrimet koherente që mbajnë me njërin tjetrin. Ka aleancë mbas tenë? Ekziston aleancë fort. Zoti Peter. Unë nuk e di të kenë një lloj marrëdhënie të fortë, sepse lufta për pushtet këtu është nga lufta më e keqe. Ata nuk pyeten as për baban e tyre, po të vi puna për pushtet. Është aleancë për mbrojtje, koleg. Ata më shumë për mbrojtje se sa për pushtet. Berisha, për mendimin tim, e ka kryer misionin e vet. Por është mbështetja kryesore që elektorati i djathtë atë shikon si shpresën e madhe dhe imazhin e saj. Por nuk e shikon si shpresë. E shikon si një aset. Po si shpresë shikon Lulzim Basha. Shikoje kur nuk ka qenë Basha në çadër. Ne kemi një Bashë që artikulon që ky mendim është mendim personal i Berishës. Këtë s'mund të thoshte para një viti Basha. Ndërsa sot e thot ai me plot gojën kur jep një mendim Berisha. Po flasim me një faktor ndërkombëtar sot që ka vënë me shpallë pasmur gjithë politikën shqiptare. Jo, po thuaj që është një person që ka shumë asete në djathtën shqiptare, sepse sot për sot ti ke pasi edhe të gjithë ndërkombëtarët, edhe ambasadorët këtu bëjnë takime më shpesh bëjnë me Berishën. Edmond, mund të përgjigjesh pse ne kemi duam të kapemi mbas atyre gjërave të vjetra, mbas atyre gjërave që ikin me zonë nga politika dhe e kemi shumë vështirë të pranojmë Bashën ashtu si është. Sepse tani do më lësh flash pak lirshëm, ë? Po mbill. E para punës njerë ka një shprehje populli hapi rrugë budallit. Edhe të gjithë njerëzit e rregullt i hapën rrugë budallit, e gjithë klasa politike shqiptare është sot pas 26 vjetësh që budalli i ka shtyp me këmbë edhe nuk kanë çfarë i bëjnë më budallit. Kështu është e gjithë klasa politike shqiptare. Në rregull? Ndërkohë që këta nuk dinë të bëjnë profesion tjetër. Këta nuk kanë qenë asnjëherë të suksesshëm në profesionin e tyre. Këta nuk e njohin asnjëherë profesionin e lirë. Flasin që kanë mbaruar doktoratura, mastera por ta provojnë veten në një realitet me rregullat e lojës së ekonomisë të rregullt, në profesionin e lirë të garantoj që ata janë më të dështuarit. Dhe prandaj nuk i gjej. Do ta bëj pyetjen kështu paksa ndryshe. I nderuar Dimitri. Kemi një Ilir Meta i cili kërkon të bëhet kryeminist. E ka mirë apo gabim? Gjë. Çdo lider një force politike duhet të ndrojnë për të bërë kryeminist dhe për të dalë forca e parë politike. Nëse një parti politike s'ka ato qëllime, atëherë nuk duhet të jetë. Kjo është parim, po njeriu do të jetë realist. Ne shohim zbrit në realitet. Unë po zbres në realitet. Nëse Ilir Meta merr iniciativën dhe del me vete, i ofron qytetarëve një alternativë të tretë. Të dalin një alternativë të tretë, të lutem, një alternativë e re, po dolin si alternativë e re, ka shanse që dalin forse parë, pasi në raste tjera nuk. Në raste tjera nuk e besoj për arsye sepse ne themi duke ju referuar edhe kushtetutës, edhe kodit zgjedhor, e forcë politike që del e para, automatikisht e ka dhe kryeministin. Nëse Ilir Meta del forcë parë, do bëhet kryeminist. Shiko, unë e shikoj pak më ndryshe këtë situatë, e cila nëse Meta do të hynte në zgjedhje dhe PD nuk do të hynte në zgjedhje, gjithë elektorati i djathtë do të votonte me një mllef
kundër Partisë Socialiste. Do merrte 90 Partia Socialiste 40 të Ilir Meta. Jo, do kishte një lloj ballance. Por lufta për kryeministin do të ishte shumë herë më fort. Sepse nëse nuk do kishim një PD në zgjedhje, por nuk do shkojnë 50% e elektoratit. Jo, nuk është. Në situata me këto sondazhe çfarë shikoj unë deri tani. Dhe Rama pavarësisht se thotë 1 milion shumë plaka, 700 ka. Jo, nuk e si me sepse është një keq përdorim. Po pse abuzohet pastaj në kështu? Po le se ja është pjesë e qeverisë, le se ja po kontribon në të gjitha reformat. Pra nuk është që e ka braktisë. Ta përmbyll të. Atëherë, dalja e Metës për kryeministër, Meta ka provuar vetëm kryeministër. E provojmë. Dhe unë nuk di që Lëvizja Socialiste për Integrim di të bëjë një punë të mirë sot me këto lloj realiteti. Unë di që afron vende pune, unë nuk e ndaj për kryeministër. Si e kishit të vendet e punës? Për vendet e punës. Ore, ka një lloj statistike dhe institucioni shtetëror apo administrata e për gjitha pjesa. Ka një lloj situate që do të thotë janë 10.000 PS, 3.000 LSI. Ku janë 100.000 vende pune që pretendon LSI? Ku janë? Nuk ka. Ideja është këtu duhet futur në politika strategjike që do të thotë njerëzit duhen ndihmuar dhe duhen dhënë mundësira. Njerëzve sot, qytetarëve shqiptar, në bazë të një profesioni, në bazë të një mirë aftësimi profesional, duhen dhënë mundësira. Dhe ajo që është, sepse neve kemi një gabim shumë të madh që ne nuk përqendrohemi në politika strategjike territoriale që do të thotë agroindustria. Më pëlqen për faktin sepse këtu edhe PS dhe LSI në bazë zemrën e punës, ta dish. Dhe këtu bëhet kryeministër ai që jep shumë. Por sot administrata publike ka 2700 vende të lira pune. Ku shkon administrat? Unë nuk shkoj. Dhe nuk më intereson administrata publike. Ti mendon se ka vërtet, po ajo. Jo 2700 lexuam atje, nuk e di unë. Po ta lexosh ato dokumentet aty, Edi Rama arriti të mundi Vatosna, mundi Sali Berishën. Por e vetmja pengesë është Ilir Meta. Do ta mundi apo jo? Unë nuk e shoh që është një dyzim, nuk e besoj që kanë arritë. Por nëse të lutem, ama bën e pyetjen. Duke ndjer nga Partia Socialiste. Po. Edhe unë po mundohem të dhënë argumentin tim. Nëse ka arritë në vetë kënaqësi Meta që pretendojnë për të mujt brenda llojit Ramën, besoj që është i gabuar. Po të njëjtën gjë është gabim edhe nga Rama. Pra ata duhet qeverisin bashk, që ta çojnë përpara dhe nuk ka arsye. Nëse do vazhdojnë një luftë të tillë brenda llojit, pastaj elektorati shqiptar duhet të ndeshkojnë dy palët. Dua dy fjalë për vetin. Ka të drejtë Edi Rama apo ja fut kot, sepse nëse bëhet fjalë për 800 gjykatës prokuror, çfarë do më sjell vetingu mua si gazetar? Je avokat, je një. Nuk eci me mendimin çfarë do sjell vetingu. Ky është një proces. Vetingu minimalisht do hajë 10 vjet kohë. Nuk është moment që hajde i ran sot gongut, mbaroj. Ai është një proces. Duhet të dish që nuk mund të themi dot që gjyqtarët janë kështu. Aty i kanë vendimet e gjykatave, aty i kanë dosjet si prokuroria dhe gjykata të futen në bazë hetimi, kanë shkeruar apo nuk kanë shkeruar ligj, kush e ka shkeruar etiki. Por shikoj dhe një lloj mlefi kundër tyre që u bie në qafë. Këtë ta them që u bie në qafë. Edhe unë jam dakord. Ndërkohë që e ke perceptimin me kë është i januar politikisht prokurori i përgjithshëm. Sepse ka shumë akuza në vetë. Unë nuk e shikoj njërë, se unë e njoh dhe personalisht atë dhe nuk e shikoj të pozicionuar. Ai është një person i cili nuk mund të bëj dot asnjë hap në këtë lloj politike shqiptare që është politikë hienash. Çdo do të datën në 10 nëse çadra nuk prishet, bie funksioni i presidentit sepse ikën nga kryetari i PD-s-së, në fakt të përcaktuara. Prokurori nuk do kenë më. Besoj që politika vjetër ka treguar që në momentet të fundit e gjen gjuhën, sepse shikoj. Ti je i sigurt se të gjithë kjo treshe që bën gjithë këtë qorb e bën për interesa të tyre, për aksionet të tyre etj. Dhe pavarësisht fatkeqësisht në Shqipëri kemi një media që po bën shumë reklam të tre liderave, ku në një kohë duhet ftojnë alternativa të tjera. Sepse kemi një grup analistë të cilët duam punën opinionin, analistët nga që janë të njëjtit në përtryes dhe kanë filluar të thonë goman njëri tjetrit, si e kemi? Vjen mirë që në fund fare ata ja kanë gjetë emrin njëri tjetrit, pasi sot për sot këta analistë
vetëm që kanë helmuar opinionin publik. E kanë gatruar më shumë, nuk i kanë dhënë asnjë lloj zgjidhje, ata janë kthyer në mbrojtje. Jo, keni shumë gabim. Tani të lutem, ti hapet një temë shumë bukur, edhe kam diskutuar edhe me Mondin edhe me disa kolegë tjerë. Kur partitë e vogla para u bën 2 vjet që ne kemi marrë nismat kushtetuese ligjore për të ndryshuar kodin zgjedhor, për të bërë reformim në kodin zgjedhor, dhe ishin po këto 2 partitë e mëdha që e quhen deri në minim të reformës, të cilat tashmë i ka kaluar dhe afati ligjor. Dhe sot Basha atje thotë që ne kërkojmë reformim të kodit zgjedhor. Atëherë, pse vëlla këta e lanë për momentet të fundit, ku në një kohë fare mirë Basha atëherë kur i bëm Bashës kur ne ju kemi drejtuar dhe kemi pas kontakte. Jo, ajo Trojez është drejtuar shumë gabim. Dhe nuk është drejtuar me rregulla. Ne Lirmetës ju kemi jashtë drejtuar si mas rregullave dhe procedurës parlamentare. Sepse kur nisma të lutem. Se Gjilin unë e besoj. Të lutem 1 minutë tani. Unë po të flas si jurist në rastin konkret edhe si një nismetar i kësaj nisme, ai projekt në propozimet për ndryshimin e kodit zgjedhor unë nënshkruan nga 5 deputet. Dhe derisa unë nënshkruan nga 5 parlamentar, ata duhet të futen në rendin e ditës nga parlamenti. Dhe së pari, ku bëhen nismat bëhen në kuvend. Dhe kjo letër ju ka drejtuar zyrtarisht kryetarit kuvendit, i cilit i kërkohej që të merrej dhe të futej në rendite, gjatë cilat ka kaluar jashtë afateve dhe jashtë ligjit, dhe në kundërshtim me ligjin nuk e ka futur deri tani, nuk është diskutuar fare në lidhje me këtë projekt ligj të partive parlamentare dhe jo parlamentare të vogla. Kështu që në qoftë se do flasim për datën, në qoftë se do flasim për datën 10 që the çfarë do ndodhi, e para një çadra i ka dhënë i dha efektet për arsye një gjë ka qenë shumë pozitive, ka forcuar shumë radhën e së majtës, jashtë masë. E dyta, Lëvizja Socialiste për Integrim ka 8 vjet në pushtet. Ka ardhur koha që ajo duhet pushoj pak, është lodhur, ka bërë vrap. Nuk do të rrim aty. Për mua, e treta, data 10 ka një limit të cilët kushtetuta njeh që partitë që regjistrohen, kodi zgjedhor e ka, kështu që ne i thamë që në një vend të cilën të gjitha partitë hynë për kryeministër. Jo, kanë liderin e tyre, hynë për kryeministër, ka një program. Pra të gjitha partitë, por jemi në momentin që me të vërtetë këta janë faktor, por duhet të dish vetëm kaq, që edhe ky parlament që do vi, edhe pse është bërë një ligj dekriminalizimi, që unë në disa raste kam quajtur ligj diktatorial, shumë i ashpër, është nga më të ashprit e Evropës, por ajo që po thënë dhe ky parlament nuk do të jetë cilësor. Ndërkohë që parlamenti tjetër do të jetë më cilësor. Dimitër, cila është platforma jote ose jemi në fund, dhe ajo që drejtohesh elektoratit, qoftë të në qështon qoftë në sepse duat e kam idenë që a do bindesh njeri të votë. Tashmë Partia Kristian Demokrate është parti parlamentare e cila është organizuar jashtëzakonisht mirë dhe ne presim që të jemi surprizë përsëri e këtyre zgjedhjeve, duke siguruar 3 deri në 4 deputet. Alternativa jonë tashmë është beaditur bazës, pasi shanset nuk na janë dhënë në media, kështu që ne se theat mendimin për media. Ç'mendon ti kur ty të përfaqësojnë Lorent Vangeli në vend të Andrea Stefanit, kur të përfaqësojnë Pret Zoga në anën tjetër, se juve Pret Zoga dhe Mark Marko. Ata për mua nuk përfaqësojnë vetëm vetveten, edhe politikën e vjetër për të cilën aty paguhen edhe ushqehen. Kjo është një diçka që falta mbaroj, se jo të gjithë. Ne kemi për shembull disa analistë tjerë, Tiki Afrim Krasniqin që është një politolog realisht që i shërben e shëndosh shoqërinë. Unë ndoqa dje. E që normale në mund që lideri e politikës, kryeministri, mund të imagjinohet në Angli që kryeministri javë për javë të jetë nga 3 orë në televizion? E ka thritur momenti dhe kohë, du t'japi sqarime. Një sekondë, edhe diçka tjetër. Flasim për media, jo, nuk është propagandë. Jo, në syrin tim, flasim, unë jam shumë i pavarur. Në qoftë se ka të pavarur në Shqipëri, nga më të pavarur. Ideja është kjo. E dua hapur për opinionistë. Jo, atëre. Unë po ndiqja dje. Dje kam parë një lloj diarre mediatike që më ka ikur, nuk dija çfarë shikoja.
Ka qenë një diarre e mirëfillt. Media tona nuk janë më media. Media tona nuk bëjnë politikën dhe misionin që kanë, por merren gjithmonë me politikën. Nuk merren me problematikën. Arriti, Edi Rama është mjeshtri që e ktheu propagandën në art. Do në skemi televizione. Unë di që vetë filma indian dhe turk, edhe çdo që nuk afrojnë asgjë për këtë lloj realiteti shqiptar. Me fal. Ma thuaj cila është ajo media që pas ka vetëm Edi Rama. Ma thuaj. Sepse kemi një përvojë të mazhorancave të tjera që me përjashtim Top Channel të gjitha kanë qenë të uzurpuara nga politika mazhorancë. Nërsa sot është i vetmi, unë flas, sa kom pati zoti Rama, është i vetmi që ai po u bjen mediave dhe nuk po i përkra mediat. Ma thuaj mua. Kam përshtypjen që ai nuk pati dhe media ka hapur ai ka hapur RTV. Po. Të gjitha këto media tani sepse edhe sistemi social networku të jep mundësira tani që të bësh edhe live atë të cilën ti nuk ka jo të ftosh një medesh më shpejt. Po pse s'arri tek ajo Edi Rama televizion ai, po do të vjen televizion. Patjetër se Ylli Rakipi e ftoi dje. Po Ylli Rakipi me Edi Rama janë miq të vjetër. Po nuk flasim për miq, dëgjoj. Bëj komedi. Ti e quan diare nga ana tjetër nuk e quan. Ajo ishte një detyrë, ajo është detyrë që duhet të përballet me unë e quaj gjithë proces është një lloj diare. Shikoj, duhet të dish që televizioni këtu është nga televizionet më të para. I pari, është pioneri i medias. Ku është sot? Pse s'ka qenë pjesë? Po nuk të do Sali Berisha. Pse s'ka qenë pjesë e lojës? Është uguaz. Sali Berisha ka 2 veti. Shion Helmi që prodhon. Brahem para. Edhe foshnjin që lind vet, foshnjin më të simpatik ai vret. Shiko, unë di vetëm kaq. Ja, s'është vërtet. Di vetëm kaq që politika sot. Deri këtë provokime. Politika sot jep para me preferencë. Politika sot të gjitha mediave që janë u jep para më shumë. Ndërkohë që kemi një ligj që duhet të kemi subvencionimin e mediave. Mediat nuk janë fitim pruruese. Por mediat duhet të kenë të kërkojnë atje ku janë të atashuara, të drejtën që të bëjnë bilancin mujor, jo bilance fiktiv siç kanë shumë media në Shqipëri, ato janë media. Kemë do bilancin e mediave Edmond sepse është i përfshirë në bilance firma ndërtimi, ishte në firma pjesë alkolike, në firma të ndahet biznesi mediatik nga bizneset e tjera. Biznesi mediatik duhet jetojë vetëm me produkte mediatike. Çfarë? Se e di sa më të shtonë një herë për këtë lidhje sot, nuk e kam çmë do. Se më fal Top Channel është babai i kafes. Po ajo kafe që nuk ka futur tjera, ma Lori kafe ka qenë parë. Po ta shikosh edhe vetë faqos audiencë ajo ka rënë. Kemi një shpërndarje. Plani që varrosi si javën, ditë varrosi vetë Top Channel. Shiko, po megjithatë do kërkoja kolegu të rrim më mjaft, të rrim aty ku është interesi i popullit, të rrim te bulevardit. Nërsa kjo pjesa tjetër është pjesë që zgjedhet. Unë vetëm këtë do drejtohen aty si mik i vjetër. Ne të dje edhe seancën e kaluar pam që është një mazhorancë mbi 88 deputet. Atëherë unë të bëj pyetjen që ti e dën shumë atë çadrën atje. Ku është kauza e asaj çadrës që ne sot vazhdojmë të kemi ankth nga çadra? 140 deputet juve të bëni çadrë do të Shiko, ka dhe diçka. Ka dhe diçka tjetër, nëse flasim për çadrën. Për mendimin tim, çadra në 18 shkurt nuk duhet ishte ngritur. Ai arriti misionin që arriti të sjellë gjithë ata qytetarë në protestë. Për mua ishte shumë pozitive dhe do kishte shumë impakt. Këto tani në syrin tim gjithmonë, nuk është gjithmonë personale, e shikoj me syrin që ata nuk ditë si ta çmontojnë në çadrën tani. Është më mirë. Dëgjon, është problem shumë i madh, sepse dhe me klithmat që bëhen nga çadra, sharjet ato që unë si pëlqej fare, në fundit kjo është lojë politike, por sharje jo nuk pranoj, është pjesa që ata të mbajnë moralin gjallë të elektoratit vet, e cila me të vërtetë është e dëshpëruar. Ju falenderoj avokat që kisha studio. Të uroj edhe një herë me gjithë zemër zotit Dimitri Musklia, edhe 100 vjeç. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Të falenderoj që të kisha studio dhe të falenderoj për mendimet e çmuara. I avokat i prerë, i avokat që do ne gazetarë ndjehemi mirë me ty. Kënaqësi edhe për mua. Të nderuar televizionistë, falenderoj për mëngjesin.